Jemi kthyer në studio, le të nisim me njëherë me rrëfime, se kjo është pjesë shumë e bukur gjithmonë e bisedës, unë e dëgjoj gjithmonë me kënaqësi. Nisim me Sofianën. Sofiana vjet, ku i keni për pushimet me familjen? Tani unë kam bërë disa pushime vjet dhe do t'i cakis shpejt e shpejt të tjera. Ndërkohë e shoqëroj me njëherë me foto. Po, këtu kam qenë në Rivierën Shqiptare, unë kam 2 djemë dhe fatmirësisht bëhem shumë edhe me mamat e shokëve të djemëve, kështu që kemi ikur në Livadë. Kemi ndenjur 1 javë në Livadë, kemi qenë një grup shumë i madh, fëmijët u kënaqën shumë me njëri tjetrin, se normalisht kur ikëm vetëm çift me fëmijë, fillojnë dhe ata thonë çfarë do bëjmë ne tani, ku do takojmë, kur do ikim. Kështu që këto ishin pushime të mrekullueshme dhe ja sugjeroj të gjithëve kur kanë edhe fëmijë e vegjël domosdoshmë. Po këtu ku je? Këtu jam në Amerikë. Rrofës e Bepi, kishim një dasëm dhe... Sa mirë ju se njerëzit po vuajnë për dasma këtu në Shqipëri, thonë si s'po bëhet një dasëm që të shkojmë ta shijojmë, ndërkohë juve jo në Shqipëri, po dhe në Amerikë dasma, apo është po thjesht dasmat atje se sa këtu? Atje faktikisht... Se ka rënë numri dasmave, ndjeni dhe ju ka mu pak testa për dasma. Dikur ka pas shumë sepse planifikojnë udhime në vend të dasma, dhe kjo mund të jetë një shumë e mirë. Vetëm me mamin në Amerikë dhe kam shijuar shumë, mu duk vetja e vogël shumë. Duke u thuar me mamin. Po, si ato pushimet e vjetra dikur, dhe kam shijuar pa mas Amerikën. Ku vajtët në Amerikë? Ne ishim në New York, Manhattan, këtu ishin këto pushimet, me që doli foto, që ishim në Livadë me djalin, që e shijuam pa mas. Në New York? Në New York, po. Aty keni qëndruar kryesisht? Po, Manhattan, këto vendet që janë përreth, Long Island. Bukur. Dhe një pushim tjetër ka qenë në Antalya, që kemi ikur gjithë familjarisht, me fëmijët dhe personat të tjerë të fisit. Pastaj pushimet qift ishin në Barcelonë dhe në Madrid, çuditërisht Madridin unë nuk e kisha parë ndonjëherë, nuk e kisha vizituar, dhe ishte një vend për t'u eksploruar. Aty ndetëm pothuajse një fundjavë gjatë, edhe aty u kënaqëm shumë. Madridi është madhështor, në krahasime edhe Barcelona është shumë e mrekullueshme Barcelona. Ishte një ndërthurje e Parisit me Barcelonën, domethënë Madridi. Më pëlqeu shumë. Madridi është shumë ato godinat e mëdha. Arkitektura, çdo gjë, shumë vend i bukur. Bukur. Mirë, ja, ndërkohë vijnë edhe si sugjerime këto. Spanja e këto futen në vendet e sigurta për t'u thuar këtë verë, si mendoni? Spanja është e sigurt jo vetëm për t'u thuar, po është e sigurt që asnjëherë nuk del huq. Ka ushqim të jashtëzakonshëm, shërbim shumë të mirë. Ka një vibe që të patjetër. Një vibe të vetin, për ushqimin e jashtëzakonshëm. Unë mendoj që shumë të skuqura kanë, me thënë të drejtën edhe janë. Po varet. Varet, domethënë cila pjesë ka specialitete të ndryshme. Është vendi më i rrezikshëm që ti çantën nuk mund ta mbash siç e mbajmë në Shqipëri. Ka vjerë Ka ndodhur asnjëherë. Mua më ka ndodhur në Barcelonë, kam treguar herë të tjera, po. Mua në Sevilla ma kanë. Duke ne këtu e kisha lënë. Ne tentativ na kanë bërë. Duke u marrë me gallat, si ishim shoqëri. Kthej kokën as 1 minutë, çanta s'ishte. Jo, unë e pata më shpëtoi polici vetë, tha zonjë, të lutem mbaje çantën këtu, tha, mos e vendos në karike, tha se nuk mbajnë përgjegjësi. Dhe ishte shpëtim sa unë se dija, tamam si Shqipëri. Ndodhi. Po në Shqipëri nuk ta vjedh njerëz. Jo, absolutisht. Në Shqipëri kemi për fatin e madh, është një nga gjërat që na evidenton shumë dhe na dallon shumë besoj nga gjithë vendet ku udhtohet. Po. Sepse unë mendoj kudo, sidomos në qytetet e mëdha metropol është gati e zakonshme të ndodhë diçka e tillë. Duhet ta kesh shumë kujdes kur del nga hoteli. Për sigurinë duhet të jesh i çantën përpara, çanta vetëm përpara, vetëm ashtu është e sigurt. Në Shqipëri episode të tilla s'kemi dëgjuar ndonjëherë, unë besoj që kjo gjë duhet t'i bëj përshtypje turistëve, se nuk e komentojnë, nuk e thon, po jam e sigurt që jo, edhe e komentojnë, edhe flasin për sigurinë, patjetër. Sepse është diçka që nuk lloj sigurie dhe qetësie që ofrojmë ne këtu, nuk e gjen Nuk e din këtë gjë. Për shembull, unë merrem dhe me turizmin mjekësor. Dhe kur vinë anglezët, për shembull, ata kanë shumë frikë kur vinë në Shqipëri. Nuk e mendojnë si të sigurt. Po dhe s'ke as si e promovose, si do thuar se nuk vjetim në reklam. Hajde se nuk ka për të vjetë, ke për ta pa. Një njëri që është i huaj, ai jeton Kanada. Po fakt është që ne kemi këtë të mirë. Po nuk është shqiptar edhe kur erdhin në Shqipëri hoqi orën. Se mendonte që dhe shkojmë në një fest ku kishte ai shumë ora të mira sa ora kthi ishte. Ishte e fundit që do s'ifte ai.
Ai që do ta Por, e unë dje mirë që kishte heq orën atë pikë, se pa që kishte shumë ora tjera të mira. Jo, ai unë ditë sa budalla kam qenë unë që kam menduar që këtu s'ka rrugë të shtruara, që ka akoma njerëz të egër që lëvizin me armë. Prandaj thua duhet kuptosh më shumë që të hapësh mendjen, i duhet dhënë atij. Besi, ku ke qenë ti vitin e kaluar? Ku ke udhëtuar? Unë vitin e kaluar kam nisur një eksperiencë që do ta vazhdoj edhe këtë vit, që është eksplorimi i plazheve vetëm. Ku në Shqipëri apo jo në Shqipëri, përtej? e lam Shqipërinë. Ne jemi Ika nga Shqipëria, o Shqipëria ika unë. Biletën e Kemi vetëm i plazheve, thash se i ke marrë ndoshta me radhë të gjitha edhe plazhet e panjohura tona. Kam gjetur një mënyrë duke u bërë disa miqe, duke ndarë një bark me qera dhe kemi vizituar gjithë brigjet e përballë Shqipërisë, po brigjet e Puljes, kësaj Polignano Amare, dhe kemi parë aty gjëra të jashtë Grota d'Amore, është atje. Historike, ushqim shumë i mirë, Pulja mbahet për ushqimin e mirë. gjysëm porte jatesh, gjysëm porte peshkatarësh, një përvojë e jashtëzakonshme. Dhe këtë vit mendoj që të njëjtën përvojë do ta bëjmë këtej nga Greqia, duke filluar nga Korfuzi, Paxos, Antipaksos. Ndërkohë ne jemi duke parë fotot e tua. Unë nuk postoj, ato janë të vjetra, unë as nuk postoj, as nuk bëj më foto. Mirë, janë fotot e vitit të kaluar apo jo? Po. Ku ke qenë këtu për Janë shembull? foto të 2005-ës. Kjo është e Niki Beach në Maltëzi. Në Maltëzi, kaloj me fotot e tjera. Këtu kam qenë i dobët. Po më dhe tani, se është ke ndryshuar shumë nga fotoja që shohim ne. Po këtu ku je? Këtu kam qenë në Turqi. Kam qenë në Turqi në një... Duket interesante, bukur. Ky kishte një vend i jashtëzakonshëm, ishte hotel i ri, dhe ajo që bëri përshtypje ishte rëndësia e madhe që i kishin dhënë longevity. Aty dhe vetë u familiarizova me këtë koncept, se si po ndryshojnë qasjet dhe kërkesat që kanë njerëzit kur udhtojnë. Pra jemi më shumë drejt të qenit healthy, më shumë drejt shëndetit. Jo vetëm kur udhtojnë, po në gjithë stilin ton të jetesës, unë besoj që po bëhet një ndryshim shumë i madh. Dhe me këto përparime që ka shkenca, sa shumë gjëra ka për të mësuar, për të bërë jetë kualitative dhe një trend i ri turizmi botror, po që mendoj që po implementojmë dhe ne këtu është pikërisht ky turizmi i mirëqenies, pra ti të shijosh vendin ku shkon, udhëtimet, po të kesh edhe këto, patjetër. Të kesh një marrëdhënie të caktuar me telefonin, me këto program. Kjo pak me mosh, normalisht, se dërë në moshën 30 vjeç nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi. Pas moshës 35 vjeç, për shembull, kemi filluar të kushtojmë shumë rëndësi, qoftë ushqimit, qoftë ambientit. Jo, po studimet e fundit që thonë edhe nga statistika thonë që gjenerata Z, për shembull, madje edhe është diskutuar goxha së fundmi, kanë shumë më pak qasje ndaj pijeve alkolike se që kanë pasur gjeneratat e më herë, që do thotë gjenerata Z, sa vjeç të jenë tani? Të 20-ta. Si djek do të me vite këto, po... Të 20-ta, fillimit të 20-tave, paka shumë nëse s'gaboj. Dhe preferojnë shumë më pak alkohol se sa që shpirë dikur, që do të thotë edhe ata kanë filluar të ndryshojnë mundësin, përsa i përket të jetesës shëndetshme. E kanë zëvendësuar me vape, me këto cigaret elektronike, që kohë shumë të rinj. Po, ai është problem, tu ampiri është problem, po. Që po udhtojnë, po marrin një kulturë tjetër, dhe nuk u duket më diçka fani të pish alkohol deri në 5 mëngjesit, ndërkohë që bëjnë një kursim të mirëfillt për të bërë një udhtim të shkurtër, 2 ditor, 3 ditor, dhe shijojnë dhe marrin edhe një kulturë, dhe prandaj ka filluar të ndryshon kjo gjë. Ka një element që... Mika, të shohim pak edhe fotot e tua ndërkohë, ku ke qenë ti vitin e kaluar të na tregosh pak, ti sjellin fotot në këtë moment. Jam në Itali. Toskana, me siguri. Në Toskana, po. Vjetë kam udhëtuar shumë. Sa bukur, ë? Në Toskana ka përshtypjen që shkohet qoftë edhe vetëm për të bërë foto, ja vlen. Jo, edhe ushqimi realisht, dhe njerëzit, domethënë një pritje. Këtu pastaj jam në Rom. Italinë pothuajse e kam vizituar shumë shpesh. Në Rom ku duhet të paguash tashmë, është bërë me pagesë, kam përshtypjen. Nuk është bërë me pagesë ky Tana di Trevi? Nuk është bërë me pagesë, kam dëgjuar që duhet paguash për ta vizituar. Jo, isha para një javë. Ndoshta mund të jetë në planet e ardhshme. Ndoshta. Po tjetër, foto tjetër? Ishte pjesa e Santorinit. Të gjitha këto janë pushime të vitit të kaluar. Kam dhe të Amerikës, kam dhe të Egjiptit, edhe në Egjipti më kalon. I ke bërë të gjitha qenë besoj vitin e kaluar, apo? Kam qenë. Dhe e kam mbyllur me Shqipërinë në fund të gushtit,
Po, Tu e në Santorini këtu. Tu e në Santorini, po. Pastaj, është edhe Amerika vje, edhe Egypti. Në Amerikë ku ke qenë në Amerikë? Kjo është e Vienës. Amerikë është e disa të herë që po shkoj duke qenë se kam të një lidhje me biznesin dhe tani më shkëtyrë më shumë në punë se sa më shkëtyrë si pushim. Cili vend të pëlqen më shumë atje? Tu duhet jesh në Andalusia? Unë do t'jedhja Spanja, jo, Spanja. Jo, Andalusia, zona e Andalusisë. Në Spanjë do shta? Këtu jam në, Valencia. Në Valencia. Valencia. Lartë. Po. Ishte dita, të nesëmërën e kishim me u këthyër dhe ishte dita e demave që kishin në të shfaqen mes qytetit. Por ne nuk e kapëm do të se kishim këthimin, atë do doja ta shikoj si Si nuk ishtive edhe një ditë? E pra, se shtym do të ishim grup, nuk isha vetëm unë. Atë do doja shumë ta shikoja. Po bukur, shumë bukur aty. Po këtu? Budapestin e kam parë 3 herë, aq shumë më pëlqen, sa shkoj dhe vizitoj e 3 herë që e vizitoj me miq të ndryshëm, Budapesti është i këndshëm. Të gjitha një këto vibe shumë pozitiv. Ti ke bërë vitin e kaluar, sa udhime bën gjatë vitit ti? Në fakt më ka dalë siknami sepse ishte kjo që isha të arditi dhe unë kam thyer rekordin që kam bërë 27 udhime për 2 vite. Shiko. Do kam thyer rekordin që nuk e besojnë, por i kisha bërë një kusht vetes time që do bëja udhime jo vetëm me familjen, po dhe me miqtë e mi dhe kam bërë realisht 27. Kur thua udhime, sa të gjata janë këto udhime që bën ti? Unë bëj udhime dhe të gjata. Më i shkurtri është 3 ditë. 3 ditë më i shkurtri. Mesatarja 5 ditë. Po. Jo, mesatarja po 5, më shumë nuk e bëj, se i bie që të lë pas. Dhe destinacioni më i preferuar i vitit kaluar cili ka qenë? Mes të gjithëve atyre që ke bërë ti? Egjipti më ka pëlqyer shumë. Egjipti. Egjiptin ishte hera parë që e shirja dhe prap do doja ta bëj. Doja ta bëj edhe si vjet Marokun, vetëm nga situata nuk e bëra. Kështu që, po. Është madhështi. Olsi, ku ke qenë ti vjet? Shiko, Sardenja, e thamë. Unë në Sardenja, po, patjetër, po kam edhe... Ja, të i shojnë foto, të? Kam 2, kjo është në Portugali, në fakt. është në një, do më thëna, është djeli i perëndimit, le të themi. Po? Unë kam 2 frekuenca pushimesh. Mund të them që janë një palë pushime që i bëj vetëm, thjesht vetëm. Do më thënë, është një udhtim që bëj me veten çdo vit. Tipi të hypi makinës dhe për shumë vjetë bëra një udhtim Itali, Gjermani, Zvicër, Francë, pastaj prapë një. Me makinë vetëm. Të pëlqen të japësh makinës gjatë. Më edhe të vendos, nuk e di se ku shkoj. Do më thonë, okej, ky vend, zgjedh një hotel, sigurisht kryesisht bus detit, nuk është në një. Edhe ndaloj, nëse më pëlqen ai vendi, shtyj hotelin, nëse nuk më pëlqen, hypi prapë makinës, shkoj diku, nëse duhet të takoj në një shok që kam në një shok që i kemi shokët tash nëpër Evropë, nuk diskutohet. Kjo është një frekuencë, një regjistër, dhe sigurisht pastaj është një regjistër tjetër që bëhemi me shoqërinë, tipit një vit ku do bëhemi bashkë, ku do shkojmë, kryesisht edhe me njerëzit që i kemi jashtë dhe puqemi në një vend, dhe pastaj bëjmë, këto janë dy frekuencat e pushimeve. Kështu që i bëj, çdo vit bëj një palë pushime të gjata, relativisht minimalisht 20-21 ditë, 3 javë, një palë pushime që mundohem të shkëputem totalisht nga Shqipëria, nga kjo gjëja këtu, se është shumë e rëndësishme. Do pushimet e gjata vjet i bëre në Sardenja? Vjet i bëra në Sardenja, i bëra në Napoli dhe në Sardenja, po. Në Napoli, disa ditë. Bukur shumë. Dhe mbas Napolit në Sardenja. Edhe në Sardenja nuk është se kemi vajtë se i kishim parashiku. Thjesht u takuam në Napoli dhe thamë, okej, edhe në 2-3 ditë ku do ikim dhe o do iknim në Maltë, o do iknim në Sardenja. Mua kjo e të udhëtuarit pa planifikuar më herët më trëm pak, sepse them po sikur të mos gjedhëm aty. Shiko, nuk është fare problem. Problemi vetëm. Ne kam udhëtimin për një javë. Jo, nuk udhëtoj dot, do t'i kemi gjithmonë të rezervuara, po kjo gjë të kondicionon ti je i lirë pastaj për të improvizuar gjatë udhëtimeve. Ne një grup shoqëror, që jemi dhe shpërndar tash, jo Zvicër, jo Kanada, jo Gjermani, por që jemi një grup shumë i vjetër shoqëror, pra 20-25 vjet, që jemi gjithmonë bashkë edhe, dhe jemi të gjithë në një kuptim, jo të çmendur, po biem dakord me çdo gjë që gjejmë, që na ndodh. Nuk është se kemi pritshmëri për të nesërmen, të tipit që nuk kalon mirë këtu. Okej, nuk kalon mirë, do kalojmë mirë. Kemi një mendje, le të themi, të gjithë, sepse është problem kur secili ka teka shumë të ndryshme nga tjetri, sepse hajde pastaj të merrni vesh edhe problematikët nuk i qasim në mes nesh. Ky është rregulli kryesor që e bën një grup të mirë. Nuk i qasim, jemi Të them të drejtën, pushimet last minute
minit, mua më kanë shijuar më shumë dhe më kanë dalë më mirë, gjithmonë. Dhe pushimet që, për shembull, ka pas raste që nuk mund ta planifikoja Turqinë më herët, dhe persona të tjerë, miq të mi, e kishin planifikuar dhe normalisht mua nëse më krijoheshin kushte do ikja. Dhe last minute kam kapur po të njëjtin çmim si ata që mund ta kishin kapur 3 muaj përpara. Dhe më duket nganjëherë sikur është një farë marketingu që preni pushime tani për të mbushur hotelin dhe për të parë si do jetë si agjencia se sa për... Kjo e biletave të avionëve është e vërtet që nëse kap last minute e kapi një çmim shumë ndoshta edhe më të pavarur. Por unë i trëm me moteleve, domethënë. Gjithmonë ka gjithmonë. E ka një zgjidhje. Në rrugë nuk do flesh thuaj, kështu një gjë do ta gjesh. Ka një zgjidhje gjithmonë. Gjithmonë më pëlqen kjo gjëja që ti duhet. Të ka ndodhur ndonjëherë që të mos gjesh hotel? Po ka ndodhur një herë kemi ndonjë 4 të mëngjesit jashtë, po atëherë kemi qenë më të rinj. Kam qenë në Amsterdam atëherë, po shumë shpejt me të gjithë më bënin fajtor mua se Jasme nuk gjetët hotel ju merr. Jo, nuk gjetëm, po zoti. A me leje. Kemi një eksperiencë të jashtëzakonshme që shkuam aty në një vend dhe ky ishte si me nerva. Ky i recepsioni na çon ca dhoma në mes ta në Amsterdam në katër nën dhe aty dhe nuk pranonte që na i tregonte që ta shikonin pa e paguar. Wow. Po këto mua më kanë lëshie shumë mirë sepse në fund ditës është një aventurë më shumë. Edhe është një ju ndërkohë nuk e morët domon, a? Nuk e morëm, me zgjidhje një tjetër pastaj, plus që edhe buxhetin e kishim shumë limituar, ishim të rinj. Edhe unë e mbaj mend si një gjë shumë interesante. Mendoj që ka një diferencë shumë madhe Rudina ndërmjet termit udhtim dhe termit pushim. Nuk e di sa ne sot kemi mundësi që të pushojmë, edhe kur udhtojmë, dhe nuk e di, kjo ndodh vetëm me mua, apo me... Ja, kjo, shiko, është me thellë kjo, kjo ka të bëjë me marrëdhënien me veten, ka të bëjë me mënyrën si... Informacion aq i madh që marrim dhe bombardohemi çdo ditë, është shumë e vështirë që ne mendoj që pushime kemi bërë para 15 viteve, që shkonim diku dhe ishte thjesht ti dhe ai vendi, pa kontakt shumë me çfarë po ndodh kudo, nga miqtë tu, nga shokët tu, nga rrethi jot, nga vendi modës të momentit. Ato mendoj që kanë qenë pushimet e fundit që kemi bërë ne si gjenerat. Me atë lloj. Tani bëjmë udhime, po pak pushime. Doja të shtoja diçka. Ti ke pushuar vjet ti vet. Unë vjet kam qenë në Greqi dhe në Turqi. I kemi fotot e tua, që të shohim pak edhe fotot e Albinës. Ku je këto? Këtu jam në Barcelonë. Këto i ke bërë si blogere, vërtet, ë? Këtu jam në Barcelonë. Edhe Barcelona më ka pëlqyer shumë, përveç asaj pjesës që ju diskutua që është pak e rrezikshme, jo çantat, mua nuk më ka ndodhur, kam qenë shumë e sigurt. Madje njerëzit në rrugë na thonin kujdes çantat dhe çfarë kishin blerë. Njerëzit vetë se nga që ndoshta shpesh, po kjo është një arsye për të mos vajtur. Jo, absolutisht, Barcelona është shumë e bukur, të jep një vibe shumë pozitiv dhe njerëzit janë shumë pozitiv. Këtu jam në Greqi, një ishull të Greqisë, Athinë. Greqia është shumë e mirë dhe për pjesën e ushqimit. Të gjithë klientët tanë, them drejtën në krahasim me Turqinë dhe Greqinë për pjesën e ushqimit, preferojnë shumë Greqinë. Turqia preferohet më shumë sepse ka këtë pjesën e fëmijëve, argëtimit të lojrat, po Turqia zgjidhet më shumë edhe për pjesën e all inclusive, sepse shumë resorte në Greqi mund mos ta kenë këtë ekstra, ndërsa Turqia e ka gjithmonë. E qartë. Për sa i përket këtyre udhëtimeve, se të pyeta pak më herët, cilat janë vendet që kërkojnë vizë për të vajtur. Për shembull, aktualisht në momentin që flasim, ku janë kërkesat më të mëdha për të udhëtuar? Në Miami është kërkesa më e lartë për momentin. Prandaj doja thoja dhe pushimet e rastimit. Unë që është nostalgji nga Miami Vice, besoj kam parë filmin atëherë, arritur me atë seriale dhe duam patjetër ta shohim një herë me sy. Për shembull, nëse ti do rezervosh për në Miami, normal që do duhet të rezervosh shumë më para. Pse? Sepse ty të duhet viza. Datat e takimit nga ambasada nuk mund të jenë aq të shpejta. Mund të kenë një diferencë shumë të madhe kohore. Vetëm për shembull sa kohë përpara marr vizën? Absolutisht po, unë kisha një rast. Ndoshta rregull për të marrë edhe vizën duhet të kesh rezervimin të gati apo jo? Jo, nuk është rregull. Kjo ti mund ta marrësh vizën më pas rezervon. Po ke raste të tjera që ne kishim një klienti që kishte rezervuar në Miami edhe biletën, edhe hotelin dhe vizën nuk kishte marrë akoma, si ishte refuzuar nga ESTA me pasaport greke, kështu që janë raste të ndryshme, prandaj gjithmonë duhet. Pasaport grek ato jenë pa vizë.
Jo, kur jemi pasaport greke të duhet ESTA, që e merr për 24 orë. Nëse ke udhëtuar në Kubë më parë, ESTA të refuzohet, sepse ishte ligji që doli dhe duhet pastaj ta aplikojë. Ishte shqiptare kjo? Po shqiptare, po me pasaport greke. Ai, qartë. Po. Pra le të themi, asaj ju dojë rezervimi sepse Jo, nuk të dojë rezervimi sepse kërkuam takimin emergjent në ambasadë dhe i bëm vizën turistike me pasaportën greke këtu në Shqipëri. Pra, do me thonë, Miami Vice, Miami është i preferuar në Itali, nëse bashkuara tjetër, do të kërkesat aktualisht, për ku i keni? Kërkesat më të shumta për në Miami dhe në Hollywood. Jo, Miami varet dhe nga buxheti, po pjesën e Turqisë dhe Malit të Zi deri tani është on top. Mirë, ato janë pa viza. Miami është më i kërkuar. Miami është më i kërkuar. Kishim pjesën e Jordanisë shumë kërkesa, po për shkak të këtyre trazirave, Jordania, po, kanë rënë goxha pjesa e rezervimeve të Jordanisë. Egjipti që ka pas shumë kërkesa vitet e tjera, këtë vit është më pak. Nuk është i rrezikuar Egjipti. Kush do të bëjë pushime me emocion të fortë, le të shkojnë në Iran. Po, kush do aventura, po. Emocionet forta të bajnë mend. Atje për gjithmonë. Le të bëjë ca pushime në Iran. Siç e bëjmë në bisedën këtu, me siguri edhe në shumë vende të tjera ndodhe njëjta bisedë, ku do shkojmë këtë vit edhe mundohen të selektojnë edhe ata vendet e sigurta dhe unë jam e sigurt që Shqipëria përfaqëson një nga destinacionet e sigurta të huajve që do duan të udhtojnë, kështu që me siguri ne s'është çudi që me këtë logjik do duhet kemi edhe shumë më tepër turistë sa vitet e shkuara, si mendoni? Shqipërinë për shembull, më falë, vetëm për pjesën e all inclusive, klientët edhe mund mos e zgjedhin këta. Sepse kur je me fëmijët, po jo vetëm Durrësin, dhe nga jugu, se nuk shkojnë gjithë në Durrës. Pjesa e jugut nuk ka aq hotele. Dakor, po në një ditë e re. Ka më tepër kërkesa këtë vit e keni ndjerë? Shqipëria po. Do ndaj një eksperiencë. Unë mendoj që ne u futëm në artën globale të turizmit për shkak Covidit. Ishim i pari vend që e hapëm vendin dhe njerëzit nuk kishin ku të venin tjetër dhe I tham njerëzve hajdeni, s'ka problem. Erdhën në Shqipëri dhe panë që tu kaloi mirë dhe që nga një moment ne morëm hype në turizëm. Mendoj që kjo është prap një oportunitet në një kohë shumë të keqe. Bregdeti i jashtëzakonshëm, diell pafund, ushqimi i shkëlqyer, siguria që nuk mund të shkosh në shumë vende të tjera. Po, pa diskutim. Që do të jemi një nga shtetet të favorizuara le të themi. Gjithë pellgu jon, jo vetëm ne, po gjithë pellgu ku ne ndodhem. Ta themi edhe në anglisht që të na dëgjoni Incredible Country, come to us, visit us. Po vjen, nuk e themi dot ato edhe një herë në reklam, nuk e shtojmë dot ato, po që është një moment i cili krijon një imazh shumë të mirë në raport me tuajt dhe jam e sigurt që nëse se themi ne, thon ata kur kthehen nga pushimet, nga gjithë eksperjenca e bukur që kanë këtu në Shqipëri, me siguri e thon që ishte një vend i sigurt ku ndjem të qetë, harruam gjërat këtu i gjetëm po aty. Ndaj një eksperiencë ka ndodhur dje, isha me një mikun tim që është francez. Dhe ky është konsulent për disa brende shumë të fuqishme hospitality dhe restauracioni dhe ai besonte tek Shqipëria shumë më shumë se unë. Dhe kjo më vuri në... Se e njef qik më pak se ty. Po ndoshta, ose fiton ka Shqipërian. Por kemi shumë gjëra për të lavdëruar dhe për të qenë krenar. Kjo është e pa diskutueshme për te asaj që themi me njëri tjetrin, se sigurisht, si është ajo si kanë në italianët shprehjet, rrobat e Palara, lajmë brenda në shtëpi. Atë pisa lajmë brenda në shtëpi, i themi me njëri tjetrin, rregullojmë, i zgjidhim këtu, i pastrojmë, i lajmë, i nderim, i thajmë edhe i veshim prapë. Kështu që gjithçka mbetet këtu brenda. Ndërkohë thuajt patjetër që më vjen mirë që gjejnë një realitet të kënaqshëm edhe shijojnë pushimin edhe të flasim më pas mirë për Shqipërinë, kjo është më e rëndësishmja për ne. Ne do të kemi publicitet në këtë moment, do të rikthehemi në pjesën e tretë, është ai momenti i goglave, kemi pyetje të tjera për të ftuarit tanë, të vendosura në ato goglat e verdha, të dëgjojmë cilat do të jenë përgjigjet e tyre. Publicitet, kthehemi shpejt.